Në lidhje direkte kemi edhe kuratorën e ekspozitës, Dorina Daiu, nga Instituti për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë. Mirëmëngjesi, Dorina, faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit që pranove ftesën. Mirëmëngjes dashur, kënaqësi. Dorina, mirëmëngjesi, fillimisht do doja, nëse ka mundësi, nëse ke ndonjë televizor aty afër, t'ja ulish zërin, të lutem. Po se po përsërit të Sepse po dëgjohemi? Po. Na dëgjon mirë? Faleminderit, po, ju dëgjoj shumë mirë. Shumë mirë. Fillimisht do doja të filloja nga ekspozita që e mban emrin Bashkimi i Kombit, 1909. Ca burra shteti u mblodhën atëherë edhe e bëm revistën e parë, gazetën e parë, Bashkimi i Kombit. Shtypja dhe vetdia kombëtare, si u krijua kjo ekspozitë? Kjo ide, si lindi? Atëherë, faleminderit shumë dhe për ftesën. Është kënaqësi të qëndrem sot në emisionin tuaj dhe të flas rreth ekspozitës Bashkimi i Kombit. Kjo ekspozitë së pari u krijua për të rikthyer publikut një pjesë të çmuar të historisë së shtypit shqiptar, e cila ka mbetur për dekada në heshtje. Dhe së dyti është për të nderuar kontributin e të gjithë atyre personave, patriotëve shqiptar, të cilët shkruan në këtë gazetë në këtë periudhë. Duke marrë pikërisht vitin 1909, një moment kyç të vetdijes kombëtare, ne ndërtuam një narrativ të unifikuar me shkrimet e kohës dhe figurat e gazetës Bashkimi i Kombit, duke bashkëpunuar kushtësisht dhe me Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir për një prezantim sa më të denjë dhe sa më autentik. Jam shumë e sigurt që ekspozita e ditës së nesërme do të jetë fantastike, mirë po për të gjithë ata që planifikojmë ta vizitojnë, çfarë do të shohin, çfarë materiale keni gjetur, sa e vështirë ka qenë? Po, interesante do ishte kjo shumë. Atëherë publiku në Manastir, i cili është i mirëpritur, do të shohë disa nga numrat autentik të gazetës Bashkimi i Kombit, pjesë e koleksionit të plotë të 42 numrave. Për herë të parë, vizitorët do të njihen dhe me shkrimet më interesante të kohës, me artikujt më domethënës. Artikujt të cilët në thelb të tyre pasqyrojnë pikërisht idealet kombëtare, debatet e kohës dhe zërat e parë të mendimit modern shqiptar. Gjithashtu, kjo ekspozitë është e plotësuar dhe me panele shpjeguese në mënyrë që publiku t'i ketë sa më të kuptueshme. Do ketë të profilet të personave të cilët kanë shkruar në këtë gazetë, kryesisht të drejtuesit të gazetës Bashkimi i Kombit, Fehim Savalanit. Dorina, mua më intereson të di pak më shumë se këto materiale kanë qenë në Muzeun e Alfabetit apo ju së bashku edhe me profesorin Sinani nga Universiteti i Prishtinës jeni munduar që t'i gjeni edhe disa nga materialet që nuk kanë qenë të plasuara më parë në publik. Sa e vështirë ka qenë kjo hulimtimi i të gjitha këtyre materialeve? Këtyre grumbullimi i gjithë materialeve. Që i kanë mbjetuar kohës për një shekull. Gati 116 vite, ashtu i bie. Në fakt ka qenë një nga proceset më të vështira kërkimore, sigurimi i plot i fondit prej 42 numrash të Bashkimit të Kombit. Ky fond nuk gjendet fatkeqësisht në Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, është një punë hulumtuese kërkimore nga ana ime dhe profesor Arsim Sinani, të cilën gjej rastin dhe ta falenderoj për idenë, për mbështetjen dhe realizimin e kësaj ekspozite. Vështirësia më e madhe tash ka qenë sigurimi i fondit. Më pasi u sigurua ky fond, pjesa tjetër u ndërtua me mjaft kujdes për ta sjellë këtë histori sa më afër publikut shqiptar. Unë do doja ta pyesja se ku konkretisht në çfarë treve i keni gjetur, sepse e dim që në atë kohë janë shpërndarë në për gjitha trevat shqipfolse, shqiptare. Gjithandej, ku konkretisht keni gjetur më shumë materiale? Absolutisht jemi drejtuar bibliotekës kombëtare në Shqipëri, por një pjesë të fondeve të këtyre numrave kemi gjetur dhe në fondet private, personale të personave që i posedonin. Të cilët u treguan dhe informacione nga cilat trevë, cilët qytete janë ata të cilët i kanë dhuruar këta jetojnë më shumë në Mërgat? Kryesisht qytetarë të Shqipërisë.
Unë dua të bëj një pyetje pak Dorina sepse është siç e përmendë edhe ti është një hulumtim i madh që ka bashkuar ty personalisht, po ashtu edhe profesor Arsim Sinanin, mirë po një gjë që dua të potencoj është bashkëpunimi me ndonjë shqiptar të Maqedonisë. Po mungon edhe një person i tretë. Arsimi është i Maqedonisë, është punon në fakultetin. Është profesor në Universitetin e Prishtinës. E Prishtinës. Okej, tani po mungon dikush nga Prishtina. Po. Mungon edhe një person i tretë, mendoj. Atëre, në fakt, bashkëpunimi me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, të Prishtinës, kudo, për mua ka qenë një bashkëpunim mjaft i frytshëm. Nisur kjo dhe nga fakti që është viti i dytë që unë bashkëpunoj dhe gjendem në manastir me të njëjtin motivim, me të njëjtën kënaqësi dhe jam e bindur që kështu do jetë edhe në të ardhmen. Dhe është mjaft domethënse kryesisht duke filluar nga ftesa dhe ideja për bashkëpunim me profesor Arsim Sinanit dhe nga mikpritja dhe vënia në dispozicion e çdo faciliteti nga ana e drejtorit të muzeut të alfabetit, zotit Nuar Arslanit, të cilin gjej rastin dhe ta falenderoj, dhe së bashku me bashkëpunëtorët e tij, kanë treguar dhe janë treguar mjaft të gatshëm për një bashkëpunim vllazëror. Nga ana tjetër, nuk mund të lidhet pa përmendur dhe pa falenderuar dhe të gjithë vizitorët të cilët vinë dhe vizitojnë Muzeun e Alfabetit kryesisht në kuadër të ditëve të alfabetit, me interesin, me ngrohtësinë e tyre të kthehen gjithmonë në motivim. Është kënaqësi kur flasim për festat e nëntorit, mirë po një rol shumë kyç luajnë edhe institucionet, Dorina. Sa keni pasur mbështetje nga institucionet kulturore dhe sa ata janë sot në ndihmesë për të luajtur mbrojtjen e kulturës, traditës, po ashtu edhe kujtesës së kombit tonë, të festave. Ne e dim se si shqiptarë që jemi, kudo që jemi, më shumë i trashëgojmë në mendime gjërat, se sa t'i mbajmë si gjëra fizike të shkruara. Ja na shkalojmë, nuk kemi ndonjë kujdes shumë të veçantë. Për këtu luan një rol me të vërtetë shumë të rëndësishëm institucionet. Si ka qenë mbështetja për ta realizuar një hulumtim dhe të arrihet deri tek ekspozita? Në fakt, institucionet, ose më saktë misioni kryesor i institucioneve kulturore, që të luajnë një rol kyç pikërisht në ruajtjen e kujtesës. Institucionet nuk mjaftohen pra vetëm në, të themi, konservimin e dokumentave në arkiva, por duhet i sjellin ato në një formë më të frytshme, më afër publikut, më të prekshme për publikun. Dhe pikërisht këtë gjë realizojnë nëpërmjet ekspozitave, nëpërmjet aktiviteteve edukuese, nëpërmjet votimeve, dhe këto është misioni tyre pra që këto institucione të kontribuojnë në vetdijen kombëtare. Aq më tepër. Unë do doja ta pyes të kalojmë paksa në periudhën kohore, të kthehemi në atë kohë. Duke ditur se atëherë ka patur dilema shumë të mëdha për shkrimin e gjuhës shqipe, ka patur ide që të shkruhet nga e djatha në të mëngjer me shkronjat arabe, kemi patur fjalore që në gjuhën greke të shkruhet të gjuha shqipe, dhe derisa përfundimisht dolen ata mendje të ndritura që gjuha shqipe të shkruhet një herë përfundimisht e përgjithmonë me shkronjat latine. Por u shkrua gazeta e parë. Dhe do më interesonte shumë nëse keni informacione se si u shpërndan ato gazetat e para dhe se si lexonin shqiptarët në atë kohë, në atë periudhë, duke ditur që shkrim leximi nuk ishte shumë i theksuar. Dhe konkretisht me këta shkronja të para. 1909 ka qenë një vit i vështirë për të gjithë shqiptarët për shkak të situatës politike të cilën ne e njohim shumë mirë në atë periudhë. Mirëpo gazetat filluan të qarkullonin në mjedise ku shqiptarët qëndronin bashkë, kryesisht nëpër klubet patriotike, nëpër shoqëri, nëpër shkolla. Gazetat fillimisht qiteshin me një çmim simbolik
ndaj shqiptarëve dhe kjo e ardhur që vinte nga shitja e gazetave përdorej për jetëgjatësinë e kësaj gazete. Ndërsa ajo që është për të vlerësuar është dhe humaniteti i drejtuesve të gazetës, të gjitha gazetave të kohës, por të gazetës Bashkimi i Kombit, ku të varfërve ose personave të cilët nuk kishin mundësi që ta blinin këtë gazetë u shpërndanin dhe falas. Sepse misioni kryesor i gazetës ka qenë pikërisht përhapja e ideve dhe vetdijes kombëtare. Fillimisht që ta marrin, ta prekin, ta nuhasin, ta shijojnë, por nuk kanë ditur këndim dhe lexim, si thuaj në atë kohë, por ka patur njerëz nëpër shoqata të ndryshme, shoqëria e Shkodrës që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në shoqëria Agimi, në mos gabojmë, në Shkodër, në Stamboll që ka qenë klubi shqiptarëve, në Bukuresht, e gjithandej që i kemi patur shqiptarët, ka patur domendje të ndritura që ua kanë lexuar njerëzve. Unë njëkohësisht dua të di se po flasim për një ekspozitë mjaft do ta them ndërlikuar, pasi që ulumtimi dhe e gjithë procesi ka qenë mjaft i vështirë, mirë po është fat që ne i kemi këto gazeta, që i kemi këto vëllime, ja që janë dhuruar edhe nga persona të ndryshëm, mirë po janë dhuruar edhe nga institucionet apo muzeet të ndryshme që i kanë ruajtur këto trashëgimi kulturore të Kombit. Sa kohë ju desh, Dorina, në bashkëpunim po ashtu edhe me profesorin Arsim Sinani, ta krijonit këtë ekspozitë dhe që tashmë po del edhe në dritë që nga data e nesërme në Muzein e Alfabetit në Manastir me 18 nëntor. Periudha ka qenë një periudhë relativisht të themi e konsiderueshme, sepse nga ideja e profesor Arsim Sinanit për ta kuruar këtë ekspozitë deri nesër që ne hapim në Manastir është një periudhë prej 6 muajsh, ulumtim, kërkim dhe përzgjedhje e materialeve që do të jenë pjesë e ekspozitës së nesërme. Por ajo që unë dua të ndaj me publikun është që ky projekt me profesor Arsim Sinani nuk përfundon nesër, pasi ky projekt do të finalizohet me një votim të plotë të gazetës Bashkimi i Kombit, të cilën ne e kemi zbardhur dhe e kemi sjellë në gjuhën e shqipe standarde, pra e kemi transliteruar këtë 42 numrat e gazetës, dhe kjo do të së shpejti publiku do ta ketë në duart e veta për të lexuar, për të kuptuar mendsinë e kohës, problemet që haseshin dhe gjithçka që kishte të bënte me gazetën Bashkimi i Kombit. Më pëlqen shumë që tani materialet e vjetra, materialet të cilat i rikthejmë në digitalizim, në fakt edhe na mundësojnë që edhe gjeneratat më të reja të informohen pak më shumë, më thellësisht për historinë dhe për një gazetë e cila do të jetë e botuar si hard copy, do ta kemi në përduar apo jo? Do jetë e botuar dhe shpresoj që dhe promovimin ta bëjmë në qytetin e Manastirit, aty ku uroj dhe shpresoj që do të jemi prezent kur do të bëhet edhe promovimi i këtij libri me gazetat e para në gjuhën shqipe. Pra, përmendet që janë rreth 42 gazeta të cilat i kanë qëndruar, i kanë ekzistuar kohës, për para 116 viteve. Mua më intereson të di periudhën, nga cila periudhë ka filluar të sa i ka qëndruar. 1909, që kur kam filluar, ka vazhduar ajo, njëherë në muaj, në mos gaboj, njëherë në muaj ka qenë votimi? Gazetë e përjashme dhe ka filluar në 1909 si gazetë e votuar. Sa i kam bjetuar kohës, ajo ishte... Sa vite u botua, do të thënë? Po ndoshta një vit e gjysmë, 42 javë. Një vit e gjysmë, gati 2 vite. Po, është e mrekullueshme. Dorina, dua të di po ashtu edhe sa është e rëndësishme në fakt të flasim pak për ekspozitën se ndikimi i politikës shqiptare të sotshme, sa ndikon kjo gazetë. Si është marrë politika atëherë dhe si është, të themi, transformuar deri më politikat e kombit ton tashmë që jetojmë. A janë problematikat e njëjta që i kemi pasur atëherë me ato sot? Në fakt,
ne sot nuk kemi për të folur për, domethënë nuk kemi në pozicion për të dhënë leksione aq më tepër politikës shqiptare, por ajo që na takon së pari si studiues, si historian, si bijë të popullit, është pikërisht ta njohim historinë dhe sakrificat titanike të popullit ton, duke qëndruar të bashkuar në ide dhe interesa të përbashkëta. Kjo ishte një përgjigje fantastike, ashtu siç duhet. Unë do doja, gjatë studimit tuaj edhe keni lexuar edhe shumë shkrime aty që janë, do doja të di cilat janë figurat historike më të pranishme në gazetë. Sepse thuat janë rilindas, të shumë kemi klerikë, mësues, aktivistë e të tjerë. Cilat janë gjatë studimit që keni lexuar më shumë të theksuar aty? Po e nis me Fehim Zavalanin, i cili ka qenë drejtonjësi i kësaj gazete, me shkrime mjaft të vlefshme që del në gazetën Bashkimi i Kombit. Përmendim korespondentë të ndryshëm nga të gjitha trevat shqipfolse, Lef Nosin, i cili ka qenë pothuajse prezent në çdo numër të gazetës Bashkimi i Kombit. Por ajo që mua më bën më tepër përshtypje është që mjaft nga këta korespondentë nuk përdornin nuk shënonin emrat e tyre në fund të artikullit të cilët këta kishin shkruar, ose nëse shkruajnë diçka emrin e tyre përdorin një pseudonim. Dhe këtë e kanë bërë për të shpëtuar persekutimin të asaj periudhe, ndjekjes së asaj periudhe, sepse siç u thash jemi në fillim të shekullit 20 dhe situatat kanë qenë tepër të trazuara. Kjo në fakt e bën gazetën një mozaik zërash ku shprehja e lirë merrte forma të ndryshme për t'i mbijetuar censurës së kohës. Do më thënë, kanë gjetur zgjidhje në kohë të shumë të vështira. Besoj që ka qenë edhe një sakrifis që ata kanë bërë, mirë po ne që sot i gëzojmë edhe këto vëllime që kanë betur nga gazeta, mirë po i gëzojmë edhe informacione që na kthejnë pak në kohë dhe në historinë tonë. Dorina, jemi edhe në 4 minutat e fundit të emisionit, unë dua po ashtu ta di se mos kishte ekzistuar kjo gazetë. Në qoftë mos ekzistonte. Të mos ekzistonte Bashkimi i Kombit. Çfarë ndikimi do të kishte në identitetin ton kombëtar, si mendon? Në mendimin tim, në rast se nuk do të ekzistonte Bashkimi i Kombit, një pjesë e rëndësishme e procesit të zgjimit kombëtar do të kishte mbetur pas. Gazeta ishte një tribunë e hapur ku artikuluan idetë për gjuhën, arsimin, për identitet kombëtar, për drejtim politik të shqiptarëve. Dhe pak të zë të themi, kartografia e identitetit shqiptar do të ishte shumë e parfër, shumë e thellë. Sigurisht. Ja, dikush e ka rrezikuar jetën e tij. Kanë fliuar, kanë shkrir pasuritë e tyre për të patur dhe për të gëzuar ne sot që po gëzojmë këta shkronja të arta edhe këtë shkrim lexim që e kemi. Dhe ne duhet të jemi me shumë fat që një ekspozitë e tillë po merr vend në manastir dhe tashmë të gjithë ata që po na ndjekin dhe të gjithë ata që duan ta vizitojnë Dorina, fjalë të fundit, një mesazh të fundit, çfarë do të shohin, me çfarë do të ballafaqohen dhe ta bëjmë një thirrje të shumë që mund të jenë. Po ashtu dua të di se sa do të zgjat ekspozita, sa do të qëndron në manastir për të gjithë ata që ndoshta nesër nuk mund ta vizitojnë, mirë po ndonjë ditë tjetër. Do të nga dita e pasnesërme do të jetë e hapur sigurisht. Po, ekspozita hapet ditën e nesërme dhe do të qëndrojë përgjatë gjithë kohës në qytetin e manastirit, pasi ne kemi menduar që këtë ekspozitë ta lëm Muzeut të Alfabetit të gjuhës shqipe në manastir, për të gjithë ata të cilët planifikojnë të vinë ose të themi ndryshe që duhet të vinë dhe të shikojnë ekspozitën, është një mundësi shumë e mirë për të njohur nga afër me fillimet e shtypit kombëtar shqiptar, për të ndjerë pjesë e historisë tonë kombëtare. Dorina, më thuaj edhe një informacion të doja të di, sepse hasim në për informacione të shumta në për rrjetet sociale, për gazetën Bashkimi i Kombit. Më thuaj, cili është artikulli i parë, të kujtohet cili është shkrimi i parë, se çfarë thuhet, çfarë dedikohet aty konkretisht? Shkrimi i parë kushtohet që në numrin e parë të gazetës, prandaj dhe them që kjo ka qenë një gazetë dinjitoze e qartë e ide dhe programin e saj, sepse që në numrin e parë të gazetës botohet programi i Bashkimit të Kombit, programi i kësaj gazete. Programi është në ballinën e shtypit të parë që ka dalë gazeta e Kombit. Është në numrin e parë të kësaj gazete në ballinë
Kjo gazetë nis me këtë shkrim, pra, programin. Edhe në siglën hyrëse të emisionit ton, kemi një gazetë që ka një detaj nga gazeta Bashkimi i Kombit. Valona. Te sigla jone e emisionit e kemi. Kemi një pjesë aty të shkëputur nga gazeta Bashkimi i Kombit. Ne jemi edhe në minutat e fundit, unë ju përgëzoj dhe uroj që këto aktivitete shpresoj që të shtohen edhe më shumë, gjëra të heshtura të kohës, të rikthehen, të zhurmohen, që njëherë për gjithmonë të mundohemi që ta ndrisim të kaluarën tonë, sepse nëse dim për të kaluarën, atëherë sigurisht që do shohim më mirë përpara. Patjetër. Dorina, jem mrekullueshme, faleminderit shumë për që pranove ftesën, faleminderit shumë për punën që bën dhe ftoj të gjithë shikuesit që po na ndjekin të bëjmë një thirrje sa më të madhe nesër të gjitha rrugët na çojnë në manastir, në ekspozitën më të bukur të paktën që mund ta ndjekim këtë nëntor në festat e shenjta të kombit ton. Faleminderit shumë Dorina, të uroj shumë shëndet dhe suksese, ne do të rishihemi. Unë do doja që pas një kohë do të lidhemi me Dorinën sërish për të diskutuar edhe për funksionin që e ka, në Institutin për krimet dhe pasojat e komunizmit. Aty ku jam edhe njoftuar me Dorinën. Do të kemi me siguri ndonjë lidhje për të diskutuar se çfarë shtegjet këqija apo të mira ka lënë komunizmi. Do bëja edhe një festë të hapur, duke qenë se jam pjesë e Institutit të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri dhe në kuadër të këtyre festave si institut kemi punuar për një tjetër ekspozit për sekutimin e firmtarëve të deklaratës së pavarësisë këtë vit. Do të diskutojmë së shpejti. Faleminderit shumë Dorina, jetë gjatë edhe ekspozita u paft sa e më shumë. Rrugë të mbar nesër deri në manastir. Miq dashur, ne këtu po e përmbyllim emisionin sot me shpresë që do shihemi nesër me informacione të shumta për sot energjinë uasollëm. Për nesër edhe më të mirë dhe më të fuqishme. E presim reciprokë edhe nga ju. Shihemi nesër. Mirupafshim.